Kristi Pinderi, mirë se ke ardhur në Close Friends. Mirë se të gjeta. Do festojmë sot 25 vjetorin e miqësisë sonë? U bën 25 vjetë, është e pabesueshme. E pabesueshme. Një çerek shekulli që na ka ikë sa hapë mbyll syt. Tani vetëm një gjë do më thuash, kë ke shoqe më të ngushtë, mua apo Gjeni Garaj? Sekretet më të mëdha ja thua Gjenit, apo jo? Në varësi të dinamikës, në varësi të kontekstit, se kam përshtypjen që edhe ty të kam thënë sekrete pafund. Më ke thonë dhe unë t'i mbaj kështu, i kam futur në një pus. Po, edhe që nuk është gjë e lehtë për ty të mbash sekrete të pa publikuara, kështu që t'jam mirënjohës për këtë gjë. Edhe unë të falenderoj gëzuar. Gëzuar edhe faleminderit për ftesën. Mirë se erdhe dhe do bisedojmë gjatë sot edhe pse jemi në orën 1 të natës që po flasim. Dremit Liqeri, çfarë thot? Se mos na tremi tani me që është po unajtë e pjekti. Poezia e Lazgush për Atecit. Po. Tani dhe ti e një progradecar me shpirt poeti, shkrimtari, që ke lexuar shumë. Unë kam bërë poezinë e parë kur kam qenë 10 vjeç. Kam bërë poezinë e parë kur kam qenë 10 vjeç dhe çuditërisht nuk ka qenë as për Liqerin, as pse për thoshte Liqeri njëraj? Se këtë se kam e kam studiuar në gjyqtare shkollë. me PhD, me doktoratur, kështu që ti duhet të na sqarosh. Jo, nuk e di pse. Pse Lazgush për Atecin nuk e ka quajtur Liqeni, po Liqeri. Në fakt, po ti lexosh poezitë e tij, ka shumë ka një lloj gjuhe që nuk është ajo gjua letrare, më kupton? Nuk e di pse. Dhe ka pak vështirësi, është njësoj si fishta në gegmisht. Ishte për çështje kapriçoje, ishte për çështje projektimi të një figure. Projektimi dhe për identifikim, për të identifikuar si njëri veçantë në botën e letrave. Ishte forma e tij për të qenë autentik në edhe në një farë mënyre duke qenë se kishte pretendonte se kishte një autorsi direkte me Liqenin. Ai duket si pronari i Liqenit të Pogradecit. Dhe shumë e çuditshme, të gjithë pogradecarët besoj se janë pronarë të Liqenit.